إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vazhdojmë me shpjegimin e këtij libri madhështor, Sharh as-Sunna, të imamit al-Barbahari rahimahullah, me shpjegimin e shejkhut Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah. Kemi mrit te pika 61, ku ka thonë autori rahimahullah, do të thotë prej këto pikat janë veçoritë e ehlisunetit ose karakteristikat e ehlisunetit ose bazat e ehlisunetit me të cilat veçohet ehlusunna wal jamaa. Këtu te pika 61 ka thonë wa ikhlasul amali lillah. Do të thonë përkushtimi ndaj Allahut subhanahu wa taala në bërjen e veprës. Kjo padyshim është çështje madhështore, edhe është baza themelore të gjitha bazave të fesë, sepse asnjë adhurim nuk pranohet nëse nuk është i bëm vetëm për Allahun subhanahu wa taala, me përkushtim të pastër edhe me tauhid të pastër. Fjala ikhlas përndryshe ka kuptimin e njëjtë sikur fjala tauhid. Do thotë që me adhurimin tënd mos kërkosh asgjë tjetër përveç se fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Pra, ata nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër, veç ta adhurojnë Allahun, të përkushtuar ndaj tij në fe, edhe duke qenë larg prej shirkut. Pra, kuptimi i fjalës hunafa është shumë si fjalës hanif. Hanif do të thotë i larguar prej shirkut. Do të thonë se edhe popujt e mëhershëm, që do të thonë se gjithmonë është i njëjti urdhër, nuk kanë pas tjetër urdhër përveç se fen t'ia kushtojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe të gjitha veprat që i bëjnë fe të jenë vetëm për Allahun, me përkushtim të sinqert ndaj Allahut, edhe të jenë larg edhe të pastër prej shirkut. Dhe wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah, edhe ta falin namazin dhe ta japin zakatin. Që do të thonë se këto dy urdhra kanë qenë në të gjitha popujt, do të thonë te shariatet e të gjithë pejgamberëve. Wa dhalika dinul qayyima, edhe kjo është feja e drejtë. Do të thonë kjo është baza themelore edhe baza e të gjitha bazave. Çka është e kundërta me ikhlasin ose përkushtimin ose tauhidin? E kundërta është shirku. Edhe kur ka shirk, do të thonë se e kundërshton ikhlasin në tërësi, ose e kundërshton, pra kur bëhet fjalë për shirkun e madh, do thotë prej shirkut, prej asaj që e kundërshton ikhlasin, shirku, ka shirk të madh, që do të thonë se e kundërshton bazën e ikhlasit, edhe njeriu në nxjerr prej feje, edhe shirk i vogël, që kundërshton atë përsosjen edhe përkryerjen e ikhlasit, e kundërshton pjesërisht ikhlasin, ose e kundërshton në një vepër caktuar. Ky është shirku i vogël. Prej atij shirku të vogël është edhe bërja e veprës për sy e faqe, që quhet ria. Edhe riaja gjithashtu mund të më thonë se ka ria që bëhet vepra, do të thonë fillimisht bëhet për mu pa. Do thotë njeriu nuk çohet me fal namazin përveç se për ta pa dikush. Do të thonë nuk ka motiv përveç se
që dikush me pa, ose dikush me shpërbly për atë vepër, ose do një vepër tjetër, pa marrë parasysh, si sadakaja, ose veprat e mira e kështu me radhë, fillimisht nëse e ban për dikan tjetër, përveç Allahut, ajo e asgjëson tërësi atë vepër, mirë po edhe mundet tjetë shirk i madh, edhe një veprim i këtill nuk del prej dikujt përveç se atij që ka nifak, do të thonë që është munafik. Pra nuk niset ta bëjë një vepër përveç se që ta shohë dikush, ose do të thonë jo për Allahun, por për dikant tjetër. Ajo është krye kput ashtu si ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala munafiqët. Ka thënë wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, do të thonë se ata kur ngrihen për ta fal namazin, ngrihen me përtaci. Yura'un an-nas, do të thonë këtë e bajnë për që njerëzit t'i shohin. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, edhe nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Kjo është ria e madhe. Do të thonë që është prej pra është në bazën e veprës. Kurse ria ose syfaqësi që është e vogël, është nëse dikush e bën një vepër për hir të Allahut subhanahu wa taala, pastaj e fillon një vepër për hir të Allahut, pastaj për shkak dikujt tjetër e zbukuron ose e shton më shumë edhe e kështu me radhë, ose gëzohet nëse e shet dikush edhe livdon për atë vepër që ka bërë për hir të Allahut, ajo është ria e vogël që e asgjëson atë vepër ose e mangëson shumë shpërblimin e saj. Besimtarit nuk ka mundësi me ndodh lloji i parë. Tham, pra kjo mundet vetëm prej munafikut me dalë, do të thonë që nuk e fillon veprën përveç se që ta shohin njerëzit, kurse besimtarit mundën me ardhë vezveset shejtanit që e shtin mu gëzu që dikush ta shofe për veprën e mirë e kështu me radhë, mirë po shumë shpejt përkujtohet, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Do të thonë se ata që i friksohen Allahut, pra besimtar të vërtet që i friksohen me të vërtet, nëse i prek diçka prej shejtanit, ata shumë shpejt përkujtohen, edhe bëhen syçel. Do të thonë se nuk besimi i pastër edhe i sinqert nuk do të thonë që mos më ndodh njeriu ndonjë dyshim ose ndonjë cytje prej shejtanit për gjëra të këtilla, mirë po besimi i drejtë edhe i pastër edhe i sinqert e bën njeriu që shumë shpejt të përkujtohet edhe të kthehet prej gabimit që e bën. Edhe kjo vlen edhe për mëkatet në përgjithësi, edhe për çështjen e rias, do të thonë syfaqësisë. Kurse Allahu subhanahu wa taala për munafiqët ka thënë se veprat e tyre nuk pranohen, se të gjitha veprat i bëjnë pra për t'i pa njerëzit. Nuk bëjnë asgjë prej atyne veprave për Allahun subhanahu wa taala. Sigur në ajetin që e përmendëm pak më herët, thot yura'un an-nas wala yadhkuruna Allaha illa qalila, do të thonë se ata i bëjnë veprat vetëm që t'i shohin njerëzit, edhe nuk e përmendin Allahun përveç se shumë pak. Do të thonë edhe atë pak ku e përmendin Allahun, ajo është për që njerëzit t'i shohin, ajo për ta përmend Allahun edhe për ta përkujtuar Allahun. Po ashtu edhe sadakat që i kanë dhënë ata, Allahu ka treguar se nuk janë të pranuara. Ka thënë kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum, thuaj jepni me vullnet ose me në detyrë, do të thënë në detyrim, nuk do të pranohet prej jush. Pra, pa marrë parasysh a jepni të pa detyruar ose të detyruar, atë që e jepni, ajo nuk do të pranohet prej jush,
innakum kuntum qauman fasiqin, sepse ju ishit popull mëkatar. Do të thonë se atë dhanje të sadakave e keni bën vetëm për sy e faqe të njerëzve. Do të thonë ikhlasi, sinqeriteti ose përkushtimi në vepra ndaj Allahut subhanahu wa taala është kusht për të pranuar një vepër. Nëse nuk ekziston ky kusht, atëherë nuk pranohet ajo vepër. Kushti e kemi përmendur shumë herë, sidomos në temat e fikut, sqarohet çka është kusht. Kushti është diçka që duhet plotësohet përpara veprës, përpara fillimit të veprës. Nëse nuk është i plotësuar ai kusht, do të thonë se vepra nuk pranohet. Sikur, për shembull, për namazin, kushti i namazit është avdesi. Nëse njeriu nuk e plotëson këtë kusht përpara se me hinë namaz, do të thonë se edhe nëse falet gjithë ditën nuk i pranohet, se nuk i ka plotësuar kushtin përpara se me hi. Edhe sinqeriteti, si e përkthejnë shumica, do të thonë që vepra të bëhet vetëm për Allahun, ajo është kusht e secilës vepër. Edhe nëse nuk plotësohet, do të thonë pavarë parasysh se sa shumë bën, nuk ka dobi te Allahu subhanahu wa taala. Sigur, pra si sqarohet në këtë ajet, pavarë parasysh, thot Allahu, pavarë parasysh se sa jepni, ajo nuk pranohet te Allahu. Edhe sepse si ka thënë Allahu në hadith kudsi, ka thënë ana akna shuraka yani shirk, do të thonë se un jam më i panevojshmi për ortak. Nuk ka Allahu nevojë që të ketë ortak ose të ketë shok, do të thonë pushtetin e tij, edhe veprat që ja bën njerëzit, pra nuk ka nevojë. Prandaj ka thënë kush e bën një vepër në të cilën ma bën ortak dikant tjetër mu, atëherë unë e lë atë edhe shirkun e tij. Edhe do të thonë atë vepër që e ka bën me shirk. Edhe ajo nuk pranohet pa marrë parasysh se në çfarë mënyre e bën njeriu. Mirë po edhe ky nuk është kushti vetëm, kushti tjetër është që vepra të jetë e mirë sipas shariatit të Allahut. Do të thonë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Pra kush shpreson që do të thonë shpreson të fitojë shpërblim kur takohet me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, edhe të mos i bëjë shirk në adhurim, në do të thonë adhurimin që e bën ndaj Zotit të tij, mos ta shoqëroje askënd. Do të thonë mos i bëjë shirk, as shirk të vogël, as shirk të madh. Kjo pjesa e fundit, do të thonë që mos i bëjë shirk Allahut, në kupton kushtin e ikhlasit. Kurse pjesa më para, që thot "Falyamal 'amalan salihan", do të thonë le të bëj vepra të mira. Vepra e mirë është ajo që është në shariatin e Allahut. Do të thonë Allahu nuk e ka lënë njerëzimin që vetë me mendjet e tyre ose me traditat e tyre të vlerësojnë se çka është vepër e mirë ose e keqe, po u ka zbrit libër edhe u ka dërgu pejgamber që ta pasojnë atë. Edhe ajo që është në librin e tij, edhe ajo që është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është vepër e mirë. Kurse ajo që nuk është aty, nuk është vepër e mirë në asnjë rast. Prandaj do të thotë duhet që një vepër të jetë e pranuar te Allahu subhanahu wa taala, të jetë të plotësojë këto dy kushte, që të jetë vepër e mirë sipas shariatit të Allahut, do të thonë sipas Kuranit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atë vepër që është e atill, njeriu ta baje me përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe mos t'i shoqërojë Allahut asgjë në adhurim. Edhe nëse veprën e bën me sinqeritet, kjo është çështje që pak më vonë do ta shpjegojmë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: men amila amalan
lejse alejhi emruna fe hua rad, dhe më thënë kush e bën një vepër që nuk është prej çështjes son, ose prej urdhrit ton, do thot ajo është e refuzuar, ose ai njeri është i refuzuar, do të thënë nuk pranohet te Allahu. Pra çdo vepër që e bën, çka nuk është prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose në transmetim tjetër ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, do thot kush shpik diçka në çështjen ton, fen ton, që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Do të thonë, ajo që ka qenë vepër e mirë deri në vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën, do të thonë, është kompletu shariati, është zbrit Kurani, edhe ka përfundu suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër është prej rrugës, ose prej çështjes, ose prej urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse çdo vepër që është jashtë kësaj, do të thonë se është refuzuar, që do thotë se nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Po nëse njeriu e bën një vepër me sinqeritet për Allahun, do të thonë është i sinqert kur e bën atë vepër, mirëpo nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a merr ndonjë shpërblim për këtë, do të ta shpërblehet nëse njeriu bidatin e bën me sinqeritet për Allahun subhanahu wa taala. Ka një fjalë që e ka thënë Ibn Taymija rahimahullah në librin Iqtida'us Siratil Mustaqim, ka thënë se atë që e bëjnë disa njerëz duke i u përngja krishterëve në festimin e lindjes së Isait alayhi salatu wassalam. Do të thënë mevlud, ajo që quhet mevlud, është festimi i lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk ka ekzistuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as te sahabët. Mirëpo njerëzit më vonë kur ka humb dituria dhe është përhap ignoranca, kanë pasë krishterë të festojnë lindjen e Isait alayhi salatu wassalam, si pretendojnë ata. Edhe ajo jëzduk aty në e mirë, edhe kanë thënë se edhe ne do t'ja festojmë lindjen pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Ibn Taymija se disa njerëz që e bëjnë këtë nga dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për ta madhruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot ndoshta Allahu i shpërblen për dashurinë edhe mundin që e bajnë, jo për bidatin ose bidatet që i kanë bërë, siç është festimi i mevludit, ose siç është, do të thonë, me bë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fest. Do thotë Ibn Taymija thot se mevludi është bidat, sepse kanë pa disa njerëz që shkruajnë tash, thonë se edhe Ibn Taymija e ka pranuar mevludin, kurse këta vehabit sot po e mohojnë, do të thonë nuk e pasojnë as Ibn Taymijen. Pra Ibn Taymija rahimahullah ka thonë se mevludi është bidat. Edhe për atë vepër nuk shpërblehet njeriu, mirë po nëse e bën dikush që është ignorant me sinqeritet edhe prej dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë shpërblehet për këtë dashuri, edhe për këtë sinqeritet, jo për mevludin, do të thonë. Mirë po, ne nuk e pasojmë as Ibn Taymijen, as Muhammed ibn Abdul Wahhabin, as kërkan prej njerëzve, përveç pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e vërtetë që është e shpallur prej Allahut subhanahu wa taala, kurse ajo që thonë dietarët ndonjëherë qillojnë, ndonjëherë gabojnë. Prandaj nuk e pasojmë askënd pa argument. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush shpik një vepër në fen ton që nuk është prej saj, ai refuzohet, ose ajo refuzohet, ajo vepër, ose ai njeri refuzohet, do të thënë nuk pranohet. Nuk ka thënë se do të shpërblehet për niyetin, edhe do t'i refuzohet vepra, por ka thënë se ai është i refuzuar. Prandaj, do të thënë
për këtë fjalë nuk ka, për këtë fjalë, do të thënë që i ka thonë Ibn Taymija, rahimahullah, pa marrë parasysh në çfarë konteksti ai e ka thonë, nuk ka argument për ta. Edhe vetë Ibn Taymija rahimahullah ka thonë se fjala e askujt nuk është argument, po fjala e secilit kërkon argument. Do të thonë për fjalën e secilit njeri duhet me pas argument për me thonë se është e vërtetë. Kurse fjala në vetvete e asnjë njeriu nuk është argument për të argumentuar në fenë e Allahut. Ka thonë në Mejmu'ul Fatawa, thotë, nuk ka të drejtë askush që të argumentoj me fjalën e dikujt për çështje ku ka kundërshtim. Do të thënë, nëse dy veta nuk kanë kundërthënie mes veti për një çështje, nuk ka drejt asnjëri me argumentu për atë çështje me fjalën e ndonjë njeriu. Por argument, do të thënë, këtë çështje është teksti prej Kuranit dhe Sunetit, ixhmai edhe argument që nxirret prej këtyne dyjave. Do të thënë, ka tekst, ndonjëherë argumenti është tekstualist, tregon, do të thënë, se kjo është haram, ose kjo është halal, ose kjo është ibadet, do të thënë faleni namazin, ajo është tekstualist se namazi është ibadet madhështor. Ose ku ka thënë Allahu halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, do të thënë Allahu e ka leju tregtinë dhe ka ndalu kamatën. Do thotë është argument tekstual, pra direkt. Ndonjëherë ka argument që nxirret prej fjalëve të Allahut ose fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra për këtë shkak ka thënë Ibn Taymija, pra argument është teksti, ixhmai ose argument që nxirret prej kësaj, që është i vërtetuar, do të thotë, me argumente sheriatike, jo me fjalët e disa dietarëve, sepse thotë fa inna aqwal al-ulama yuhtajju laha bil adillati ash-shar'iyya, pra për fjalët e dietarëve sjellim argumente të shariatit, la yuhtajju biha ala al-adillati ash-shar'iyya, do të thonë nuk janë fjalët e dietarëve argument kundër argumenteve të shariatit. Do thotë për fjalët e dietarëve ka nevojë argumente prej shariatit, e jo fjalët e dietarëve të jenë argument kundër argumenteve të shariatit. Do thotë kjo është çështje shumë e qartë, dhe gjithashtu edhe kjo është prej bazave të ehli sunetit, se si ka thënë Imam Maliku rahimahullah, do thotë secilit njeri i pranohet ose i refuzohet fjala përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kuptohet, do të thënë, përveç Kuranit edhe Sunetit. Kjo ishte çka ka të bëjë shkurtimisht me këtë pikë, kurse pika tjetër është pak më e gjatë, shpjegimi i saj është më i gjatë, edhe e lëm për dersin e ardhshëm inshallah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.